Shpresa, janë nisi do me thonë, faleminderit shumë që keni ardhë edhe që jeni pjesë e kësaj interviste. Do me thonë vish kemi me bo pak, po menej me debatu, me fol, çka kena mësu a ditë, që shukon eksperienca juj, edhe ka çka mu kon. Pra po filloj me pyetjen e parë. Një minut, Atëherë, eventin që kemi majtë në Gjakov, që ka po u kemi marrë pjesë do me thonë, veç pak nëse mundeni me më kallëzu, mundet njerë njoni ma një njoni, s'prish punë, qysh ka qenë eksperienca juj për eventin e ri që kemi mbajtë në Gjakov, edhe çka ju kalon mas shumë ti për shtypje juve? Po, atë foli. Po, munden. Po, eventi u konë i organizum në mënyrë profesionale edhe u konë një hapësirë për diskutim konstruktiv mes të rinjve dhe ekspertëve. Ka pas liri të fjalës për secilin, edhe ajo që më kalon më shumë për shtypje u konë gatishmëria për mi dëgju mendimet edhe provojat e pjesëmarrësve të ri, si edhe angazhimin serioz në trajnimin e temave me rëndësi të madhe shoqërore. Rinard, ti? U konë një eksperiencë shumë e mirë, do me thonë edhe që më kalon shumë për shtypje, u konë edhe se kem bashkëpunu shumë grupe adin, edhe kem gjof njerëz të ri, eksperta ndryshëm. Gjatë trajnimit i kemi diskutu 3 tema kryesore që kanë qenë sundimi i ligjit, integrimi në BE edhe çështjet mjedisore. Cilat nga këto tema ju kanë duk juve ma të rëndësishme, apo ma të parafërta ndoshta me çka studioni edhe pse? Falë në rajtë, se dyri në orë. Ma shumë ty që ka interesu konë integrimin BE, se është një proces kysh, është për të ardhmen e Kosovës, nëse Kosovë të mes për para. Integrimin BE përfaqëson orientim dhe vlerave demokratike, zhvillim të shëndrueshëm dhe përmirësimin e standardeve të jetës. Si rri do me thonë e ndjej thelbësore që rinia mu përfshin këtë proces. Pse mendon që është e rëndësishme rinia me qenë informume për këtë proces? Rinia, rinia është ardhmja e Kosovës, çdo njeri ose e re duhet me ditë çfarë të ndodh me shtetin e vet. Rinal? Unë për aty në 3 tema ma interesant mu ka dok pra tema sundimit ligjit, pra se ndikon drejt për drejt në drejtësinë sociale apo kupton edhe ndërtimin e shtetit. Pa pat pra një sistem të fortë ligjor, nuk ka mundësi as me hyrë në BE, ose pa pat as nuk ki mundësi për me plotësu proceset e integrimit në BE. Edhe na jemi në drejtime të studimit sigurisë në UBT, edhe koqa mësojmë për ligje për kështu. Do me thonë ju ka interesu edhe ju ka kry punë me një farë mënyre, jeni kun ma shumë t'informum. Po. A ka pas ndonjë pikë prej trajnerave që i kanë cek që diçka që ju kanë mbet men, ndoshta edhe për çështjet mjedisore, prej trajnerit Granit Gashi ose Adelina? Diçka ma specifike që ju kanë mbet men? Prej trajnerit Granit Gashi, prej çështjet mjedisore më ka mbet men edhe kur i kem përmend solaret, që është në plan pra që me ndërtu solare ndryshme që me prodhu rrymë, jo veç prej termocentraleve, që kjo më ka do pak si pikë interesant. Rinal? Njëjtë edhe mu kjo fjalimin që e ka thonë zotëri Graniti, o konë
për çështje mjedisore me reflektu mbi lidhjen e drejtë për drejtë që kanë politikat mjedisore me cilësinë e jetës edhe shëndetit. Domethënë me një pjesë tha që mjedisi nuk është vetëm çështje ekologjike, por edhe sociale, por edhe ekonomike. Domethënë që ajo pjesë domethënë e zotit Garnet, që ajo më ka pëlqyer më shumë. Si keni vlerësu diskutimet në grup, se kemi pas domethënë punime në grupe dhe na ka ra kogja gatë me punu për 3 temat në punime në grupe, a ka pas ndonjë moment ose ndonjë perspektivë që se keni një ma herët, ose se keni konsideru edhe ju ka bo mi pa gjanat nështa ndryshe, prej diskutimeve që keni pas domethënë me tjerë, se jeni kon disa veta në grup. Po. Valla, diskutimet në grup janë kon shumë mirë, domethënë janë kon të organizume, ku zakonisht në do grupe që janë kon jam prit me do mendime që domethënë si kisha konsideru më përpara. Edhe mirë, që kjo domethënë diskutimet në grup po ka një ide. Okej. Rinar? Domethënë jeni rahat, po mendoj kështu bashkëpunimi ka qenë i mirë. Po, këtë sa që jënë bo në për diskutime në për grupe, jënë kohën perfekt. Okej, Rinar? Mu diskutimin në grup pra më ka pëlqyer shumë, se mendime prej çdo aspekti, domethënë, shembull që prej dëntorës që kanë prej komunës Gjakovës që na kanë kallëzuar te pjesa e mjedisit, që është një deponi që jam shumë shpesh pjesë e deponisë për llogut, që ndikon atë shëndetin e atyre personave pra të asaj komunës. Shembull për ditë diskutimin grup ka bo me ndryshu mendimin shembull tash për komunën Gjakovës pak për ajër ose për diçka. A mendoni që këto diskutimet në grup janë konstruktive, kështu a ju ndihmojnë ndoshta me pa edhe perspektiva të tjerëve? Po. Se shembull nuk e din njëre se çfarë perspektive ka dikush tjetër, siç më thon. Okej. Si banori i Kosovës, po mendoj që vlen për dytë, si shihni çështjet mjedisore që janë diskutu, për shembull si ndotja e ajrit ose menaxhimi i mbeturinave, a mendoni që këto ndikojnë drejt për drejt në jetën e juaj të përditshme? Faleminderit. Po, si banor, domethënë këto çështjet mjedisore janë për çdo ditë, për çdo ditë ndodhin, nuk është ju ndal herë. Ndotja e ajrit, mungesa e riciklimit, menaxhimin e të mbeturinave, janë shqetësime jo që ndikojnë veç mu, po që i ndikojnë këtë Kosovës, në shëndetin publik, po edhe në cilësinë e jetës. Domethënë, çdo sfida e kërkojnë angazhim të përbashkët domethënë të këtë Kosovës, si nga institucionet, ashtu edhe nga qytetarët. Rinan? Edhe unë mendoj që ndikojnë shumë, pra, si banori i Kosovës, çështje mjedisore, shembull, këto shumë keq menaxhimi i mbeturinave apo edhe ndotja e ajrit. Për ata kur përmend pra çështja e solareve, për ndotjen e ajrit ndihmon shumë që bëhet prodhimi i rrymës me anë të diellit, jo me anë të djegjeve të materiale të ndryshme. A mendoni që ndoshta duhemi mi shti ma shumë funksione energjinë e ripërtrishme, që janë në energji të ripërtrishme domethënë hinë edhe solare, uji, po. Era këto. Shumë, unë mendoj që po. Që këtu në Kosovë janë shumë pak të përdorshme pra prej energjisë ripërtrishme. Pak e heq gati. Shembull, mbas terës, shembull gati kur
në asnjë vend nuk ki. Po. Okej, gjatë eventit o diskutu edhe për pavarësinë e gjyqësorit edhe kemi folë edhe për korrupsionin, nëse ju kujtohet, a mendoni ju se trinjt në Kosovë kanë besim në sistemin e drejtësisë? Do ndoshta kanë, do jo. Pse po thu që s'kanë? Se A mendon që sistemi është set up në atë mënyrë që vish nuk kanë besim, apo? zakonisht shkon te kjo që kush e ka, adin me bo një krem, kush e pak ma i nelt në shtet, ose kush e ka në i prind ma të nelt në shtet, e ka ma të letë mu marrë vesh me ligjin. Se sa këta që se kanë për shembull lostenia. Rinal? Edhe unë menoj njëjtë që të rinjt nuk kanë besim në sistemin e drejtësisë. Na mundu nisë pe sa në më të thjeshtë, për shembull, në moshatari joni me bu me ndar policia për shpejtësi ose për diçka, për shembull, pse në më të thjeshta, thotë të kam dikon gjafshëm edhe çe. A mendoni që është edhe si një lloj mungese informimit, se për shembull ju edhe mësoni edhe në fakultet, pak a shumë i dini ligjet, lidhet pak, po rinia po mendoj disa tjerë nuk mundën me ditë këto. A mendoni që është edhe mungese informimit? Mungesë informimit se nuk kam besim në sistemin e drejtësisë? Po. Se nuk i dim për Është. shembull ligjet e këto dhe veç e din çka Po, kanë ndëgju edhe Po, për ata po. është edhe mungesë e informimit, po kryesori është që s'kam besim në sistemin e drejtësisë, është se çdo njeri gati ka një të ngjashëm ose kanë një njeri që ka pas provojë në atë sistem drejtësisë ose që e kanë falë ose diçka. Do me thonë ma shumë mendoni që është lidhur me korrupsion që edhe sistemi, do me thonë është i korruptum, që pa tjetër dikush duhet mu kon me një pozit ma të naltë edhe... Okay. Një nga qëllimet tona ka qenë mi inkuraju ma shumë për fshirjen e trinjve në hartimin e politikave. A ju ka frymzu ky event që të angazhoni ma shumë nështa në aktivitete qytetare ose mbështetje mbi çështjet shoqërore? Nëse munduni këtu pak ma gjatë diçka me thonë, që ka frymzu ndoshta ky event për me marrë pjesë ma shumë në kësi lloj trajnime? Okej, s'pi shumë. Ky event ka motivu pra mu kon me aktiv në përgjithësi organizata, në shoqëri ndryshme, të marr pjesë pra në forma publike, po ashtu edhe të kontribuoj me mendimet apo edhe propozimet e mia. Se në këtë event ju ndjej pra adin i dëgjuar dhe i rëndësishëm. Secili u kon nga ana vet, nuk ka kon dikush që lën me anash ose diçka, secili ka dhënë mendimin e vet, secili u shpreh prej anës vet. Rinal? Njëjtë këtu se nori, krejt të më thonë projekti që e kena bua ditë, po konë shumë i miri menaxhum, edhe çdo person dhe më thonë që u konë jo që u konë prezent dhe më thonë a ditë, o ndi që është dhe më thonë i rëndësishëm, vim për diçka. Do më thonë, këtë eventi o konë shumë, do më thonë, në çdo send o konë perfekt. Do me thonë, një fjallë ju ka inspiru me marrë pjesë edhe në evente tjera, do me thonë jeni të gatshëm. E ka bua një nxitje të fortë që me qenë në procese qytetare për me kontribu me ide konkrete me zhvillimin e politikave publike. Okej. A ka pas ndonjë aspekt të eventit që mendoni që ka mujt mu përmirësu? A keni ndonjë ide për konsultimet tonë të ardhshme që kemi mi pas, që me qenë ma ndikus, ose ndoshta në ide që mundoni me propozu? Ndoshta me trajnera, me vend, çka ju kishni mu juve ma shumë, ndoshta orari ma shkurt ose ma gjatë ose diskutime tjera, ma shumë punime në grup, nëse mundeni këto me shtu ma shumë.
Po di, ka ona e mu ka gja mirë, adin punimi a grup ka pa të mjaftoshëm, trajnerët janë konë të mirë, kanë shpjegu mirë, adin na kanë informu për se cilën temë mirë. Destinacionin je marrë vesh, adin apo kupton, s'di. Rinar, Po, në vend, ndoshta në ide çdo për konsultimin e ardhshëm. në ide s'po di, po. Edhe një ide, shembull, që jam edhe unë pak interesum tash s'po di njerëz, edhe ka ona kibernetik, kisha pa qef me Po, pa në po kjo është edhe pyetja e fundit, po mendoj Ah. e para fundit që e kisha shtru. Po, se dita, s'ma bo në pyetjen e qëta. Jo, hiç s'prish punë. Ndoshta pak mund ndërlidh këtu edhe me BE. Kur mendoni për antarësimin e Kosovës në BE, cila kish me qenë ndoshta mendimi i parë që ju vjen mendje, përfitim apo shqetësim? Si çka e shihni më shumë antarësimin në BE? Përfitim. Përfitim. Pse po thoni përfitim? Po tash Po di, është me thonë, me antarësimin BE për Kosovën është një mundësi shumë e madhe. Atë jo me mendimit që me përkushtim të qëndrueshëm dhe përfshirje aktive në tona nivelet të shoqërisë, është përparimi ndoshta i shkon një mujtë. Do të thonë, pavarësisht sfidave që i kena politike, isha konë optimist. Rinan? Unë mendoj që është përfitim puna se antarësimi në BE është sa një mirë edhe pa u bo marrëveshje me shtetin fqin, është problem do më thonë që mu antarësu me BE. Kur të bëhet antarësimi në BE, do më thonë që është kry një marrëveshje bashkë me shtetin fqin. A keni ju si lloj punëtorish, workshop ose trajnime në fakultet? Ose a i ndjekni edhe ju këto, se nuk e di në fakt që është sistemi të ju, po a keni trajnime? Trajnime jopi që do evente i kena edhe na. Çfarë evente? Vinë do rinori e din ma mirë. Ose një vit dytë e kem vit parë, njëjtin drejtim jam. Kem bërë evente ndryshme, për shembull me generalat të KFOR-it, kem bërë me të FSK-s, kem bërë, do me thonë, edhe jem shku në ambasadë të Amerikës, kem bërë në mbledhje aty. Për çka keni shku në ambasadë? Po më ju ketë në drejtimin cyber security, do me thonë. Studimet sigurisë janë, do me thonë që njëherë përfshi ma shumë sigurinë kombëtare, në vetë rejtë për cyber security ose për sigurinë kombëtare. E njëherë jem të mësu ma shumë përgjithshëm. A kështu dosh, do me thonë, që fakulteti mja u ofru ma shumë trajnime, a i shini kështu beneficial këto trajnime, që ju ndihmojnë? Po, se këto trajnime janë shumë që na vynë, apo kuptan, se mëson njerët i tyne. Rinan, ti masim vit parë, që shmenën që ndikojnë ty? Njëjtë, se di që do më nëso ma shumë trajnime, që është ma shumë mësën edhe njerë në përgjësi. Që unë do më thonë që janë vit parë për cyber, për studimet sigurisë, janë dësende që si kom ditë, dhe ndoshta me qëto evente, me qëto trajnime, i kom su. Po ndoshta edhe pse kemi pas sundimin e ligjit edhe antarësimin BE, ndoshta nuk kanë qenë shumë të lidhuna me fushën që ju e studioni, pak a shumë po, për shkak që ka të bëjë me ligj, mirë po është mirë me qenë informuar edhe me di, do me thonë, krejt trin për çdo, do me thonë, 3 tema kryesore që janë në Kosovë. Këto tema të kam vyft, ko gja kam po ndikim të mirë, se puna edhe na mësojmë shumë për ligj edhe për antarësim BE shumë shpesh e përmenim. Do me thonë bazë që të 3 temave që i kemi pas, sundimi ligjit, antarësimin BE dhe çështjet mjedisore. Çka mendoni çka me ndodh me Kosovën 10 vite të ardhshme? A mundeni me ma jep për shembull një argument pozitiv dhe një negativ?
10 vite të ardhshme. Për cilën do temë që i kemi shtjellu në trajnim? Ose për mjedis, ose për antarësim BE, qysh e kemi pas në trajnimet e kalume, e kemi pas që antarësimin BE i vyn kogja do vjet Po, për mu i bo. vyn Për sundim të ligjit kemi folë domethënë për korrupsion. Çka mendoni domethënë për këto 10 vite të ardhshme, një parashikim pozitiv që mundet me ndodhë dhe një negativ, nëse mundeni dy të ka një veç me ma po. Më që falë, Renar, si Do me i thonë, majerie. nëse shkojmë ka ana mjedisit, nëse Kosova vazhdon që shoh që dashti me mjedis, Kosova s'ka më kon kërka, po jo veç me mjedis, po edhe me, do me thonë, për leshet politike që në ka buone për Kosovë, me çdo parti, Kosova, nëse shkon që shtu, s'ka më kon larg për me im BE pozitive i shkon nëse i ndreshin krejt çto, nëse i këshyrin hapat që duhet për më kon antar e BE-s, me i ndjek që ta hapa mirë, edhe jo vishat, do me thonë keq shteti më përmirësu, i shkon e mirë për të ardhmen e Kosovës edhe për të ardhmen e të rive. Domethënë po mendon që sidomos tash gjendja politike, kriza që janë ty ndodh, po me këtë parashikim domethënë nuk e sheh shumë pozitiv të ardhmen. Jo, Allah e nasë shqiptar që ne ka bujmë larg. Rinar, te për cilën do temë? S'prish punë, ndoshta mundesh edhe që shto mi prek si Që shto për 30 rinore, okay. Polia, se pa e po pak mjedisin tash të ana mjedisore. Mira pa të kënë që se shkojnë që shto shumë kesh ma mukon, po që se i përmbam shambull aty në pika që ishin si plane që na ka spjegu edhe profa të pjesë e tisit, për me kryu solaret ndryshme, për me kryu me energji të repërtëshme, ka me jetë shumë për para. Ka më zhvillu kogja shumë ka ana mjedisore, se ndodhet Po me mendoj pak që i kemi edhe resurset për me bo. Po mendoj me integru energjinë e ripërtërshme. Kosova ka shumë resurse që me mujt me bo. Do me thonë kemi lumejn, i kemi edhe panelet solare, i kemi kohën e mirë për diell. Ka gjithë do përparësi, po ta shkejt në varet se a e marin atëfar nisje për me bo. Ka ana sundimit ligjit, pra që tha Renori për momentin Kosova është në krizë, ka që shkon që shto shumë keq, një përqarje politike shumë me madhe, si shtet të kryeministër. Okej. Po tash në 10 vite të ardhme të shohim se çfarë po bëhet. Po mendojmë pozitivisht. Ama që të mihin nga e o problem. Okej, për pyetjen e fundit, që cakëm më herët, çfarë temash do të donit mu trajtu në konsultimet e ardhshme të projektit Reach? Edhe a keni ndonjë çështje që prek të rinë Kosovë dhe mendoni që duhet me marrë ma shumë vëmendje? Këtu nëse mundeni pak ma gjatë me folë, me më kallëzu çfarë tema, çka janë të interesum të rinjt, ndoshta edhe për çka shihni edhe në fakultet, për kolegëve të juaj, çka kishin qenë ma të interesum për me ndëgju këto evente që kena më bajt. Tash si tema, për qef teme në shambull ka ana sigurisë kibernetike, se ka ana sto. Si tema që i preken ma shumë të rinjt, ka mundësi mu konë edhe papunësia të rinjve, siguria në shkolla, po ashtu edhe qasja në shërbime mendore. Besoj se këto janë temat që preken drejt për drejt jetën e përditshme të rinisë. Do me thonë edhe ma shumë që të kishë interesu, do me thonë e para kishë me qenë cyber security. Po, ka aspekt ndoshta që edhe tash shumica e përdoruzve të internetit janë në Kosovë janë shumë të ri, mosha është shumë e re, do me thonë demografika, edhe përsho që çdo ditë ma shumë të rinjve pishtohet interesimi, po mendoj çka do që ka lidhje me teknologji, internet, cyber, kështu që ndoshta kjo i shkon tema për ty, që kështë dashur me ndëgju. Po. Prej një ekspertit sigurisë kibernetike. Okej. Rinar? Njëjtë personalisht për vetë kisha pas shef më kon për cyber,
folën për evente për cyber, po në përgjithësi do me thonë që ajo vyn të rive vjon do me thonë sigurin e përgjithshme, sidomos do me thonë sigurinë për shkolla fillore, do me thonë që ka ndodhur kohën e fundit, që me fëmijë do me thonë që ajo është të merri. Po, apo mendoni ju që edhe interneti do me thonë pi influencën shumë Po çdo edhe ngjarje që po ndodhin në shkolla? interneti e bën hapin e parë. Se interneti pështen do me thonë që është njënë është për shembull bullizmin online që e bojnë. Po. Jo në për Snapchat, Instagram dhe për këto. Të na po vinë ditë të puna që aty që po duhet me përdor, po do me thonë po përdorin armë. Që ajo i shkon ndoshta hapi i parë, do me thonë mi ju tregu qa të ndodhë. Po, ndoshta me integru këto edhe në shkolla, që me qenë ma shumë të informume edhe nxënësat, se tash internet ka qasje gjithkush edhe për një me u bo kogja problem. Po, Edhe edhe një hap i shkon edhe prindve kësha thonë. Po. Se dhe ata do me thonë duhet me pas një far kontrole mbi fëmijën e tëne që ka bën. Po, të shohim. Okej. Para se me përmbyll, veç kjo është që dëshiroj, do me thonë t'ja u kujtoj edhe kitë dëgjuesve që kanë me ndëgju, që janë edhe pjesa tjetër e projektit, me vizitu faqen vlladirini.org. Kjo vlen edhe për juve, mundeni me pa publikime për studentave prej krejt vendeve të rajonit. Këtu ka publikime të shumta, do me thonë, për studentave, mbi çështjet e sundimit ligjit, antarësimit BE dhe çështjet mjedisore. Edhe projekti do me thonë financohet nga Agjencia Ekzekutive për Arsimim, Kulturën edhe Audiovizualin të Bashkimit Evropian në kuadër të programit CERF, që i promovon vlerat e BE-s dhe angazhimin e qytetarëve. Deshta mi u falenderu edhe juve njëherë dëve që keni qenë pjesë jo veç të eventit, po edhe për këtë podcast. Faleminderit shumë edhe shpresoj që takomi edhe në eventin e ardhshëm. Faleminderit për juve. Faleminderit. Shihemi prap. Mirë.